lidhur me planin e buxhetit. Almer, e keni diskutuar dje në Këshillin për çështjet të buxhetit? Puna. Na 14. sednici Odbora za budžet i financije koji je održan juče, 24.11. razmatrana je ova tačka dnevnog reda, razmatranje i usvajanje plana budžeta za prevremene izbore za Skupštinu Republike Kosova. Sekretarijat CIK-a je pripremio plan budžeta za prevremene izbore za Skupštinu Kosova na osnovu zahtjeva nadležnih jedinica. Ukupan planiran budžet za ove izbore iznosi 7.771.486 eura. Budžet je planiran prema sljedećim ekonomskim kategorijama. Plate i dnevnice u programu sekretarijata, ukupan iznos 109.000. Ovaj budžet je namijenjen nadoknadama prekovremenog rada za zaposlene u CIK-u. Sljedeća kategorija je roba i usluge. Ova budžetska linija iznosi 1.652.575 eura. I treća kategorija su komunalni rashodi. Planirani iznos je 9.500 eura. Budžet je podeljen u dve fiskalne godine, znači u 2025. godini bit će potrošeno 366.890 eura, u 2026. godini bit će 7.404.596 eura. Ovo su detalji koji su najbitniji. Vi imate ovaj budžet dostavljen tabelarno ispred sebe. Ono što Më qenë se këtë pikë e kemi diskutuar dhe gjatë ditës së djeshme që e mbajtëm, lidhur me kërkesën që të përfshihet dhe të parashihet buxheti për dërgimin e fletvotimeve për votuesit jashtë Kosovës, pra ata që regjistruan për votim jashtë Kosovës, përmes postës të dërgohet fletvotimi nga KQZ-ja secilit individualisht dhe personalisht, fizikisht në secilin vend ku ai jeton. Kjo është kërkesa, kërkojmë edhe njerë që kjo të përfshihet në kuadër të këtij buxheti, pra të bëhet një paramas prej një numri duke marrë referencë edhe zgjedhjet parlamentare të nënshkurtit, edhe ndoshta një mesatare mes asaj të lokaleve dhe parlamentareve që janë regjistruar për votim jashtë Kosovës. Prandaj kërkoj që kjo të përfshihet në buxhetin edhe të miratohet prej gjithë anëtarëve të KQZ-s. Faleminderit. Edhe unë mendoj që propozimin që bëri kolegu Elshani duhet të jetë një propozim i cili duhet ta merr edhe miratimin e kolegëve këtu për një lloj amendamentimi, siç tha dhe zoti Nitaj, të buxhetit i cili duhet të parasheh një operacion tillë i cili ka vetëm një qëllim të vetëm, mundësinë që të gjithë bashkëdhetarët tonë të cilët jetojnë në diasporë t'i kenë fletvotimet origjinale në adresat e tyre. Unë edhe ashtu konsideroj që propozimin nga sekretariati është i kundërligjshëm, është kundër rregullave të cilat i kemi miratu, edhe nuk e di me çfarë guzimi sekretariati vjen me një propozim i cili bie ndesh me rregullën zgjedhore dhe nuk ka qenë i gatshëm me parapo buxhet për mi krye operacione zgjedhore ashtu siç janë të parapona. Prandaj kërkoj që propozimi i kolegut Elshonit të hudhet në botim për një lloj amendamentimi të buxhetit propozuar nga sekretariati që të parasheh kryerjen e këtij operacioni zgjedhor në bazë të nenit në rregullores zgjedhore të cilën e kemi. Faleminderit. Faleminderit. Është diçka tjetër? Jena të sigurt në bazë të përgjigjes nga PTK-ja dhe nga DHL-i që ky operacion ka me dështu. Jemi të sigurt. E kemi raportimin që kjo nuk mundet të realizu, veç pak të përfundoj. Jemi sigurt, edhe janë pyetje 3.722.000 euro që janë të parapome, të cilat une nuk e kam guximin me nënshkru se e di që dështojnë. Edhe une nuk jam interesu mi djek 3 milion euro. S'ka nevoj mi djek 3 milion euro heq. Qa kryet pun paguar. Unë një herë po bëj ftesë, po bëj thirrje kolegëve që ta votojmë këtë buxhet. Pse? Aspekti i pritshmërisë anticipative është me dështue dërgimin me postë. Hapur. E kemi prej sekretariatit, i kemi letrat prej postës, edhe unë nuk kuptoj
ose s'po muj me kuptu qëndrimin që domosdo me u fut mjetet, me u shpenzu mjetet, kur kemi disa fakte dëshmi se ka me dështu. Kjo është aspekti pritshmërive. Nuk jam këtë aspekt me shëndëru në fakt, kur pritshmërit janë me dështu. Në anën tjetër është aspekti i pjesëmarrjes participativ. Nëse votojmë buxhetin edhe pranohen rekomandimet e sekretariatit që me gjitha veprimet për garantimin e votës, sigurimin e votës, që të shkohet përpara dhe të ju mundsohet votuesve që të votojnë, natyrisht e kaluara po përmendet integriteti. Përbes mirë është me folë edhe për integritetin, ne kemi folë edhe për integritetin e votës, a çka do me thonë integriteti. Na nuk e diskutojmë çka do me thonë, veç e përmendmi integritetin. Unë mendoj se ne kemi, nuk është tash baraspeshim, ne kemi një kërkesë kushtetuese, që KQZ si institucion i pavarur ti menaxhoj zgjedhjet dhe ti mundsoj çdo votuesi me të drejtë vote që të votojë. Unë në nënshkruaj edhe 5 milion edhe 10 milion nëse është në pyetje, nuk është ajo çështja. Çështja është që dy institucione që e transportojnë postën na kanë deklaruar me shkrim zyrtarisht që dërgesat nuk shkojnë. Ose shkojnë diku kaj 7 janari. Edhe me këtë njohuri tashna, edhe me insistu, me vazhdu me harxhu gjitha ato para, është pak për mu absurde, është e ditë që nuk janë para që mundër mu harxhu pa asnjë shërbim. Kështu që unë atë problem e kam. Se nuk e kam problem për mi në nënshkru një kontratë. E para do të me ditë veç një sa. Një rregullore që është miratur me 2/3 në bazë të asaj që kërkon dhe ligji, nuk mund të shkelet pavarësisht çfarë buxheti miraton asnjë operacion zgjedhor. Faktikisht jo me vetdije, po hynin në një qorsakak i cili e hudh poshtë komplet votimin e diasporës. Nuk deshta mu kyç hiç fare në debat, të mendu që është erë, po kjo këngulja me çdo kusht me amohu pjesëmarrjen në proces zgjedhor mërgatës, kjo është, nuk e di, kjo panik ka vjen, pse vjen kështu. Edhe njerë, po të tregoj kolegë. Non-shkurti që keni abuzu, kanë abuzu, i madhe i vojë kush është ma herët në non-shkurt, që kena panika. Ti që shtu e menën, edhe vazhdon me menën. Jo, po ti ke shku në gjykata. I keni dërgu kolegën e ju, na ditë në gjykata keni nejtë, pikrisht për shkak non-shkurtit. Nuk është problem, nuk është hiç problema. Qa tu ka njës këtë filli saj. Edhe e keni pranu në ndryshimin e rregullore. Po edhe për çështje tjera dhe shkelje tjera, edhe prap vazhdoj edhe do të shkoj edhe do t'i denoncoj. Cilin do keqpërdorus për çfarë do lloj shkelje. Po edhe kolegu, edhe ti, që i dini me emna mbi emna ata që kanë shkel, pse të shkut mi denoncu jo. Ju nuk shkut mi denoncu. Po shkova jo, si ke denoncu ti. Ju, farë zotni, juve ju kanë dalë përgjimet, ku kryetari ju i partisë ka mshel atë çështje, po kishte prokuror të hajrit, ajo çështje kishte dalë edhe ish mshel, po kjo nuk do të thotë që na duhet mi mshel tash, mi mshel qendrat e votimit, pse dikush keq përdor në një qendër votimi. Po ne do të më marr me keq përdorusin, po me lan qendrën e votimit dhe votues me votu. U than pasaksi, e para edhe një herë, ta kesh parasysh i lirë ti edhe krejt kolegë. Rregullorja është bo vetëm për zgjedhjet të cilat sapo i kalum. Po shkruan në marrëveshjen që kemi pas secili prej nesh. Po nëse don me kon, aq në atë nivel me shku, atër le të mbetet në fytyrën tonë.
A e kupton në natyrën e secilit A ti qa që vazhdoj? mundohet me e deformoni të vërtet që ne e Dëgja, dim. ti po thu ligjet, A bënë me e kry. Ti po thu A bënë me e ligjet, kry. çka e na marrë vesh na për ligjet çka ka kaluar ku s'është ligja, ja. Ligji kur miratuar ai pak e rëndësishme E kemi ndryshuar me 6 qershor, 5 qershor. Edhe e dinim mbi çfarë bazë e kemi rregullu. Pikërisht me qëllimin me përmirësuar procesin. Në zgjedhje të rregullta. Veç trego ku po lexon. Në zgjedhjet po, që kjo është. Veç trego ku po lexon. Që kjo është. Rregullim. Pajtona plot se mbi bazën, mbi qitë bazë, shumë procese dëmshme i keni bën ju këtij veni. Mbi qitë bazën e tradhtisë dhe mashtrimit. Po vazhdoj çështja jotja, edhe juja edhe merrni dënimin. Unë veç po du më këtu, jo, po shumë e qartë, se këtu edhe vlerat njerëzore i keni humbë ma me diskutu me juve çështjet integritetit zgjedhor. Sepse me vetdijet plot, e dini çka kemi bisedu, edhe qysh kemi dasht me përmirësu procesin dhe mi dhonë sekretariatit që deri në organizimin e zgjedhjeve, mas zgjedhjeve lokale, me pregadit një procedurë e cila e përmirëson dukshëm në rrethonat e votimit e jashtëzakonshëm, po të zgjedhjeve të jashtëzakonshme, me u pregadit procedurat që mundsojnë me rrisin besueshmërinë, integritetin edhe themi manipulimet e mundshme që mund të ndodhin. Dhe dakordimet që i bëjmë, i kemi bë kolegialisht, edhe për shumë çështje tjera, del që ju i tradhtoni në momentin që e keni një interes musht. Jo, si ju, se unë nuk besoj që ju si ju e bëni, po unë e kuptoj presionin që nga ju vjen. Jo, vi të rregulloren dhe presioni, kërkun tjetër. Po, na kemi obligim para qytetarëve e jo para disoliderve, cilët i tutën, i friksohen, kanë marrë panik prej votës mërgatës, s'pe kuptoj pse. Jo bre për panik, se për panik i kem pa rezultatet, i shojmë rezultatet. Ata inshallah vinë Shikoni. Unë veç një apju lutna mos e personalizoni konfliktin. Mos e personalizoni se asnjoni prej juve nuk keni vendosë, nuk keni me vendosë se qysh bojnë ata dhe shka kanë me vendosë parti. Unë jam, kolegu tha, e keni qupë kolegu, kurbe se këmë përmende emrin e kolegu. Unë jam njeni prej atyre që i punoj nga njëherë ankesat për pëza, për gjykatës, prej me për gjykatës. Kur se këmë përmende emrin e ti, pse be më thu e ki qupë kolegu? Move se se këmë qupë, as ty s'ta këmë subjektin tash, nuk tash kolegun, subjektin. Nëse Ja, dallon shumë. Nuk është për kolegun. që unë po pajtohem që kam dëgju gabimisht. Unë po pajtohem, po unë po të them. Hajde leje këto, mos e personalizoni. Ju ndroni qëndrimin e subjektit politik. Kush është për miratimin e plotët të buxhetit me amandamentimin e propozuar nga Arianiti? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kush është pa amandament? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Kush është kundër amandament ose abstenim për pa amandament, me gjithë se kaloj, unë jam për këtë pjesën tjetër pa amandamentim, po me gjithat, sekretariati udhëzohet që me përmirësu buxhetin edhe me plotësim për amandamentim, edhe e shohim se që mundet me vazhdu. Një paralajmërim, po ja jap gjithve, edhe zoni Smithera që votoj për këtë pjesë. Paralajmërimi është kështu. Me 12 dhjetor fillon afati i votimit përmes postës. Ju tash që keni votu për, ju veç buxhetin e votu, pra këtë pjesën shtesë, dine për pasojat që keni pas, edhe publikisht, edhe administrativisht, edhe cilat do qofshin, nëse për shkak të veprimeve tuaja, mërgatës, ju ja mohoni formën e votimit përmes postës. Shtu që le t'i merë se cili përgjithësitë e veta, po edhe sekretariati le t'i shikon mirë, sepse raporti që ata e kanë sjellë tregon qartë që nuk mundsohet një votim i tillë. Dhe nëse ne publikisht sot ka njerëz që votun për një buxhet i cili në bazë të raportit sekretariatit, thot që është abuzim me qatë buxhet, çfarë do operacioni që bëhet sepse nuk e mrim qëllimin për cilën bëhet, dijeni që jemi duke ndërmarrë veprime korruptive, përveç edhe veprime që e pamundsojnë kryen e një të drejte kushtetuese që mërgata ka.
Unë e kisha pas veç një sen, kisha dash. Veç një sen, po, që hani veç unë e kisha dash ndoshta me gjetë një kompromis mes juve gjithëve. Dje, sot, telefon, mesazh, sa herë kam pas presion une. Kam pas presion edhe të gjithë edhim çka mundemi me votu, kam votu. Tash 2 herë me marë fjallën edhe me thonë mëfera, valla atë mos bojnë. Prap na i kërç politik. Zonja Mufera tha, më pas presion me telefon, mesazh. Ki pas prej me? Jo, Ja, përshë, a ki pas prej kolegët? jo, tash ai nuk është këtu, mos... Jo, a ki pas? Jo, se është çështja e presionit. Jo, Juve jo. Faleminderit. prej kolegët? Nuk është këtu, mos përmendeni në këtu. Pra ke pas. Nuk është këtu. Mos përmendeni. Jo, a di se kjo është presion politik edhe duhet me dalë me emra. Edhe unë mendoj që kush bën presion. Dilni me emra. Juve jo. Një punë është të sigurt që të zgjedhjet janë me 28 edhe me 27 të